Imagjinoni për një moment një skenar që shumë analistë ushtarak e konsiderojnë sot si një nga rreziqet më të mëdha për planetin, një konflikt i drejt për drejt mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Dy fuqi që prej dekadash përballen në mënyrë indirekte përmes sanksioneve, krizave politike dhe përplasjeve të vazhdueshme në lindjen e mesme. Por çfarë do të ndodhte nëse ky tension do të kthehej në luftë të hapur? A mund të jetë Irani shkëndija që do të ndezë luftën e tretë botërore? Dhe pse, pavarësisht tensioneve të mëdha, SBA deri sot nuk e ka sulmuar drejt për drejt Iranin? Para se të vazhdoj më tej, pëlqeni videon dhe abonohuni në kanal nëse dëshironi më shumë histori dhe analiza që shpesh nuk tregohen në mënyrë kaq të qartë. Lindja e mesme ka qenë për dekada një nga rajonet më të paqëndrueshme në botë. Konflikte të shumta, rivalitete fetare, interesa energjetike dhe përplasje mes fuqive të mëdha e kanë kthyer këtë zonë në një pikë ku tensionet mund të shpërthejnë në çdo moment. Në qendër të shumë prej këtyre tensioneve qëndron Irani, një shtet me mbi 90 milion banor, me një ushtri të madhe dhe me ndikim të konsiderueshëm politik e ushtarak në rajon. Irani ka marrëdhënie shumë të tensionuara me Shtetet e Bashkuara prej më shumë se 4 dekadash. Pas revolucionit islamik të vitit 1979, marrëdhëniet mes dy vendeve u prishën pothuajse plotësisht. Që nga ajo kohë, SBA e konsideron Iranin një nga kundërshtarët kryesor në lindjen e mesme, ndërsa Irani e sheh politikën amerikane si një kërcënim për sigurinë dhe sovranitetin e tij. Por tensioni nuk kufizohet vetëm mes këtyre dy vendeve. Irani është gjithashtu në përplasje të fortë me Izraelin dhe me disa vende arabe të rajonit. Nëpërmjet aleatëve dhe grupeve të armatosura që e mbështesin, Irani ka ndikim në Irak, Siri, Liban dhe Yemen. Kjo do të thotë se nëse do të shpërthente një luftë e madhe mes Iranit dhe SBA-s, ajo shumë shpejt mund të përhapej në gjithë rajonin. Në një skenar të tillë, shumë analistë mendojnë se konflikti nuk do të mbetej vetëm mes dy shteteve. Izraeli pothuajse me siguri do të përfshihej në luftë të gjerë. Grupet e armatosura aleate të Iranit mund të sulmonin objektiva amerikane ose izraelite në rajon. Baza ushtarake, qytete dhe rrugë strategjike të energjisë do të bëheshin objektiva të mundshëm. Një konflikt lokal do të rrezikonte të shndrohej shumë shpejt në një krizë ndërkombëtare. Një nga elementet më të rrezikshme të një lufte të tillë është ndikimi që do të kishte në ekonominë globale. Në afërsitë e Iranit ndodhet një nga rrugët më të rëndësishme të transportit të naftës në botë. Çdo përshkallëzim i madh ushtarak në këtë zonë do të rrezikonte furnizimin global me energji dhe do të shkaktonte rritje enorme të çmimeve të naftës. Historia ka treguar se krizat energjetike shpesh kanë pasoja të mëdha për ekonominë botërore. Megjithatë, pavarësisht gjithë këtyre tensioneve, një pyetje që shumë njerëz bëjnë është kjo: nëse SBA ka një fuqi ushtarake shumë më të madhe, pse nuk e sulmon drejt për drejt Iranin? Arsyeja është shumë më komplekse se sa duket në pamje të parë. Irani është një vend shumë i madh, mbi 1.6 milion kilometra katror, me terren malor dhe me një popullsi të madhe. Një konflikt i drejt për drejt nuk do të ishte një operacion i shpejt dhe i lehtë. Edhe nëse ushtria amerikane do të arrinte epërsi ajrore brenda pak ditësh, stabilizimi i një vendi kaq të madh do të ishte jashtëzakonisht i vështirë. Përvoja e luftrave në Irak dhe Afganistan ka treguar se edhe pas fitoreve të shpejta ushtarake, konfliktet mund të zgjasin për vite të tëra. Një tjetër faktor i rëndësishëm është rreziku i përhapjes së konfliktit në gjithë rajonin. Irani nuk është i izoluar.
Ai ka aleatë dhe grupe të armatosura që mund të reagojnë në shumë vende të lindjes së mesme. Kjo do të thotë se një luftë kundër Iranit mund të shndrohej shpejt në një konflikt shumë më të madh rajonal. Por më tepër, një luftë e madhe në këtë zonë mund të përfshinte indirekt edhe fuqitë e tjera globale. Vende të mëdha mund të mbështesin palë të ndryshme, gjë që do të komplikonte edhe më shumë situatën dhe do të rriste rrezikun e një përshkallëzimi global. Një tjetër arsye shumë e rëndësishme pse nuk nis lehtë një luftë direkte mes SBA-s dhe Iranit lidhet edhe me balancën e fuqive të mëdha në botë. Nëse do të shpërthente një konflikt i madh, SBA nuk do të ishte vetëm. Pastaj qëndron aleanca më e madhe ushtarake në botë, NATO, një organizatë që përfshin shumë nga vendet më të fuqishme të Evropës dhe që ka kapacitete të mëdha ushtarake. Nga ana tjetër, Irani nuk është plotësisht i izoluar në arenën ndërkombëtare. Ai ka marrëdhënie të ngushta strategjike me vende të mëdha si Rusia dhe Kina. Edhe pse këto dy vende nuk do të hynin domosdoshmërisht drejt për drejt në një luftë, ato mund të mbështesnin Iranin në forma të ndryshme, politike, ekonomike apo ushtarake. Pikërisht ky ekuilibër i ndërlikuar mes bllokeve të mëdha të fuqisë është një nga faktorët kryesor që i bën vendet të jenë shumë të kujdesshme përpara se të hyjnë në një konflikt të hapur. Pikërisht për këto arsye, edhe pse tensionet mes SBA-s dhe Iranit shpesh arrin nivele shumë të larta, shumica e analistëve besojnë se të dyja palët përpiqen të shmangin një përplasje të drejt për drejt në shkallë të gjerë, sepse një luftë e tillë mund të kishte pasoja që do të shkonin shumë përtej kufive të lindjes së mesme. Historia ka treguar se shpesh luftrat e mëdha fillojnë nga konflikte që në fillim duken rajonale. Një incident, një gabim politik ose një përshkallëzim i papritur mund të ndryshojë shumë shpejt rrjedhën e ngjarjeve. Dhe pikërisht për këtë arsye shumë ekspertë konsiderojnë tensionin në lindjen e mesme si një nga pikat më të rrezikshme të ekuilibrit global. Megjithatë, edhe pse tensionet mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara shpesh duken shumë të rrezikshme, shumica e analistëve ndërkombëtar besojnë se gjasat për një luftë të tretë botërore janë relativisht të vogla. Arsyeja është se fuqitë e mëdha e dinë shumë mirë se një konflikt i tillë nuk do të kishte fitues të vërtetë. Pasojat ekonomike, ushtarake dhe politike do të ishin katastrofike për gjithë planetin. Për këtë arsye, edhe kur tensionet rriten, vendet zakonisht përpiqen t'i mbajnë konfliktet brenda kufive rajonal dhe të shmangin përplasjen direkte mes fuqive të mëdha. Prandaj pyetja nëse Irani mund të ndezë luftën e tretë botërore mbetet më shumë një paralajmërim për rrezikun e tensioneve globale sesa një skenar i pashmangshëm që do të ndodhë. A do të vazhdojnë fuqitë e mëdha të mbajnë këtë konflikt nën kontroll, apo një ditë tensionet mund të shpërthejnë në një përplasje që do të ndryshonte historinë e botës? Shkruani mendimin tuaj në komente. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetishëm për gjakun që rrjedh në damarrët tanë.